7 ushqimet më të mira që ulin kolesterolin e keq dhe mbrojnë zemrën tuaj. 1. Patlıgjani, i pasur me fibra të tretshme që ndihmojnë të kapin dhe të largojnë kolesterolin LDL nga trupi. 2. Bamjet, fibrat e saj natyrale, si një gjel, lidhet me kolesterolin dhe ndihmon ta nxjerrë jashtë sistemit tuaj. 3. Hudra, kur hahet e freskët ose e shtypur, hudra lëshon alicin, një përbërës që ul LDL dhe mbështet arteriet e shëndetshme. 4. Vaj i fare se zeze, një vaj që mbron zemrën, plot me polifenole dhe yndyra të shëndetshme. 5. Avokadot, të pasura me yndyrna mono të pangopura që ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. 6. Arat, një grusht i vogël në ditë mund të ulin nivelet e LDL-s dhe të mbrojnë enët e gjakut. 7. Çaji i jeshil, i pasur me antioksidant të quajtur katekin që reduktojnë inflamacionin dhe parandalojnë oksidimin. Na ndiqni për me shumë video me këshilla për shëndetin. Nëse nuk e ka krijuar natyra, mos e merr.